Mirëmbrëma të gjithëve. Së pari do doja të falenderoja të gjithë fëmijët për përgatitjen e përkushtimin për këtë koncert, si dhe mësuesit e tyre që i kanë drejtuar. Dhe do doja që të shkëlqejnë në mësime, por nuk mjafton vetëm ajo, sepse njeriu nuk ka nevojë vetëm për njohuri, ka nevojë edhe për urtësi. Krishtlindja na mëson diçka shumë të rëndësishme. Magët ishin njerëz shumë ditur të asaj kohe, ndoshta më të diturit. Kishin njohuri të pakufishme në matematikë, në astronomi dhe gjithçka tjetër, por përsëri nuk i mjaftonte. Dhe ylli i drejtoi ato drejt diçka e tjetër, jo drejt bibliotekave, as drejt librave, por drejt një personi që kishte lindur si një foshnjë e vogël. Gjë që do të thotë Krishti mund të na sjellë ne urtësinë e cila nuk mund të merret vetëm nga njohuritë. Bota e sotme ka ndoshta informacionin më të madh që mund të kenë ndonjëherë, po përsëri ka dëshpërim sepse mungon urtësia. Dhe mesazhi i Krishtlindjeve dhe kuptimi i Krishtlindjeve na mbron dhe na jep një urtësi të thellë që t'i japi jetës gëzim. E doja t'i thonja edhe prindërve diçka, së pari duke i falenderuar për përkujdesjen që bëjnë ndaj fëmijëve tyre, për t'u ushqyer, veshur dhe për t'u rritur në mënyrë të drejtë, por duhet të formojnë edhe në familje një të ngrohtësi, sepse nëse fëmijët do kenë kujtime të bukura dhe imazhe të bukura nga fëmijëria, ata do jenë më të fortë për të përballuar jetën. Përsëris shpeshherë një histori, sepse është shumë e rëndësishme. Në librin e tij të famshëm Dostojevski, Vëllezërit Karamazov, ka një fjalim shumë të gjatë nga Staret Zosima, një nga pjesët qendrore të librit, dhe i kujtohet kur ishte i vogël, e kishte marrë gjyqja në kish dhe përshkruan me kujtimet e fëmijërisë, ikonat, Temianin, Priftërit, psalmet, dhe në fund fare thot këto fjalë: ai njeri që ka kujtime të bukura nga fëmijëria ka shpëtuar përgjithmonë. Dhurata më e madhe që mund të jepni fëmijëve është pikërisht kujtime të bukura nga fëmijëria, sepse çdo njeri që ka kujtime të bukura nga fëmijëria ka një konstrukt psikik më të fortë. Çdo vështirësi që do hasi më vonë do e përballoj, sepse vetëm e mira mund të qëndrojë përgjithmonë. Me këtë Krishtlindje doja t'ju uronja të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet. E le ta ruajmë gëzimin e Krishtlindjes, sepse bota ka nevojë për gëzim, siç kemi të gjithë ne nevojë pa gëzim. Një jetë pa gëzim është një jetë e gjumtuar. Dhe gëzimi që sjell Krishtlindja përsëritet vazhdimisht, duke na dhënë dritë, shpresë dhe ngushëllim. Gëzuar Krishtlindjet dhe për shumë vjet.